Për mira shqiptarëve, veçanërisht ata nga Kosova, Zvicra nuk ka qenë thjesht një destinacion emigracioni, ka qenë shpëtim. Në vitet e luftës dhe pasaj ajo ofroi stres, siguri dhe një fillim të ri. Me kalimin e dekadave, komuniteti shqiptar në Zvicër është rritur, forcuar dhe integruar. Sot, sipas të dhënave zyrtare, në Zvicër jetojnë rreth 300.000 shqiptarë që përbëjnë afërsisht 3% të popullsisë së përgjithshme. Një numër që nuk përfaqëson vetëm emigrant, por një brez të tërë që po lind, rritet dhe formohet në një realitet të dyfisht, ndërmjet Zvicrës dhe adheut të prindërve. Por në vitin 2025 kjo marrëdhënie është më komplekse se kurrë. Zvicra ofron shumë, por kërkon edhe më shumë. Dhe gjithnjë më shpesh, shqiptarët pyesin veten, a ja vlen më? Zvicra është vendi i qëndrueshmërisë. Papunësia është ndër më të ultat në Europë, rreth 4%, dhe pagat janë ndër më të lartat. Por shqiptarët e integruar në tregun e punës, kjo përkthehet në një jetesë dinjitoze, por jo gjithmonë është kaq e thjeshtë. Shumë prej emigrantëve përballen ende me vështirësi në njohjen e diplomave të marrë jashtë vendit. Kufizime gjyqësore, pasi mungesa zotërimit të gjuhëve zyrtare si gjermanisht, frëngjisht dhe italisht, kufizon shumë mundësi dhe paragjykime të fshehura në proceset e punësimit dhe avancimit profesional. Po ashtu nëse je i përgatitur dhe certifikuar, Zvicra të hap dyer. Nëse jo, duhet të luftosh dy fish më shumë për çdo hap. Zvicra është vendi i mundësive, por edhe vendi i shpenzimeve marramëndëse. Qiraja mujore për një apartament të thjeshtë në Zyri, Gjeneva apo Basel arrin lehtësisht në 2.000 franga zvicerane. Shpenzimet për ushqim, transport dhe sigurime janë ndër më të lartat në botë. Edhe pse një pagë mujore neto mund të jetë 5.000 deri në 6.000 franga zvicerane, mbeten shumë pak të ardhura të lira pas pagesës së detyrimeve. Për shumë shqiptarë, sidomos ata me familje, kursimi është sfidë. Remitanca drejt Kosovës apo Shqipërisë janë ulur ngjeshëm, jo për mungesë dëshire, por për mungesë mundësie. Komuniteti shqiptar ka bërë hapa të mëdhenj përpara. Kemi shqiptar në universitete, në parlamentet kantonale, në drejtime biznesi dhe në profesionet më të respektuara. Por në të njëjtën kohë, sfidat e integrimit janë reale. Stereotipet etnike ndonse më të buta në të kaluarën ende ekzistojnë. Përfaqësimi në media shpesh kufizohet në raste problematike dhe jo në modele suksesi. Brezat e rinj përballen me identitete të dyfishta dhe shpesh me ndjesinë të qenë gjithmonë pak jashtë vendit ku janë lindur. Megjithatë, krahasuar me shumë vende të tjera, shqiptarët në Zvicër kanë fituar një terren që është fryti i përpjekjes së përditshme dhe i ruajtjes së vlerave familjare. A ka alternativa për shqiptarët e Zvicrës? Po, por jo pa kompromis. Shqipëria dhe Kosova ofrojnë mundësi të reja për ata që duan të kthehen, të nisin një biznes apo të jetojnë me ritme më të buta dhe me pak kosto. Europa tjetër, si Italia apo Gjermania, nuk ofrojnë stabilitetin zviceran, por mund të jenë më fleksibël në disa aspekte të jetesës. Disa shqiptarë në Zvicër po zgjedhin jetën e ndarë, punojnë një pjesë të vitit atje dhe kalojnë pjesën tjetër në vendlindje, duke investuar në prona, agrobiznes apo turizëm. Zvicra është ende një nga vendet më të mira në botë për të jetuar, por vetëm për ata që janë të përgatitur, të integruar dhe të aftë për të përballuar ritmin, koston dhe standardin që ajo kërkon. Për shqiptarët që synojnë sukses afatgjata dhe janë të gatshëm të investojnë në veten e tyre, Zvicra mbetet një portë e fuqishme. Po për ata që kërkojnë sjellje të shpejta, pa përgatitje dhe pa bazë, ajo mund të shndërrohet në një sfidë të heshtur dhe të rëndë.